Subjektet që do krijojnë ndotjet mjedisi gjatë sezonit turistik në Shëngjin dhe Tale do të përballen me masa ndëshkimore. Paralajmërimi ka ardhur nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pierindreu gjatë një takimi me operatorët turistik në Shëngjin në kuadër të përgatitjeve për sezonin veror. Sipas Ndreu, do të ketë shtim të kapaciteteve të menaxhimit të plazheve, ku menaxhimi i mbetjeve do të jetë prioriteti kryesor i bashkisë dhe gjithë strukturave përgjegjëse. Ne do shtojmë kapacitetet e menaxhimit me mbi 50 punëtorë që do jenë tek Lezhë Invest, që do menaxhojë gjithë historinë e plazheve një për një. Menaxhimi i plazheve do jetë në tjetër ashtu duke dhënë përparësia absolutisht strukturave hoteliere dhe pasërtia është e patolerueshme. Aty ku do konstatojmë që pasërtia cënohet ai biznes që nuk zemen dhe nxjerr mbedurinat kur dojë dhe si dojë te koshat e mbedurinave, para orajt përcaktuar do i nështrohet gjova. Dhe në normalitet do rri unë vetë janë 2 javë të merrem në kamp, sikur jam marrë në fillim, sepse duhet keni parasysh se çdo vit që vjen ne na shtu pushusit, plus pastaj vetëm apartamentet që kanë ble janë në shifra të frikshme. Numri i vizitorëve në Bregdetin e Lezhës po vjen gjithnjë në rritje, ndërsa hapja zyrtare e sezonit turistik do të bëhet të premten e 24 majit. Bashkia Lezhë në koordinim me institucionet e tjera do të angazhojë struktura shtesë për pastrimin dhe monitorimin e territorit, ndërsa kontrollet do të intensifikohen përgjatë gjithë sezonit.